Adhurues të basketbollit, përshëndetje edhe në këtë mbrëmje. Kemi përfunduar një ceremoni të gjatë, një aktivitet të gjatë, siç ka qenë ai Eurobasketit me Sloveninë kurorzuar si kampione. Dresa tash jemi gati për të filluar një tjetër edicion nga basketbolli vendor dhe me Sigal Prishtinën, skuadrën e cila do të kërkojë si vjet suksesin në Ligën e Kampionëve. Lus regjim që nëse është e mundshme të mos e kem efektet nga kabina e ku realizohet, sepse dëgjoj komunikimin e regjisë atje. Dhe ja ku gjithçka është gati në Prishtinë në një aventurë të re të Sigal Prishtinës në edicionin e 3 të Ligës së Kampionëve, një gale cila kishte kaluar megjithatë me shumë çështje kontroverse mes FIBA-s dhe Euroligës, se cilës do t'i takonte organizimi i galave të klubeve në kontinentin e vjetër, dhe sido që tjetë është gjetur kompromisi duke e krijuar këtë ligë të kampionëve, një tjetër garë që u mundson ekipeve të këtij rangu të bëjnë gala dhe të sprovojnë veten në një aktivitet të tillë. Një mundësi e mirë për një festë të bukur të basketbollit. Pas asaj çfarë na dhuroi kombëtarja e Kosovës në basketbol. Erdhëm këtu në Pallatin e Rinis, 3000 spektatorë në një festë që do të jetë një ditë e veçantë edhe për flisat. Sot do të shënojnë edhe 30 vjetorin e ekzistimit të tyre, një prej grupeve më të mëdha të tifozëve në Kosovë, dhe kësaj do të jetë mundësi e mirë për Sigalin që t'u shpaguaj tifozëve të tyre besnik këtë fest me një fitore eventuale. Pavarësisht se skuadra e Ahmet Kandemir që shihni 47 vjeçarin që udhëheq skuadrën e Sigal Prishtinës, një trajner me përvojë të jashtëzakonshme, ish trajner i Beşiktaşit i Pinar Karşiyakas, pastaj në vitin 2013 ju kujtohet ishte në Sigal Prishtina për të kthyer prapë Ahmet Kandemir në një moment kur Prishtina ka pasur shumë lëvizje dhe përvoja edhe në Ligën Ballkanike i ka dhënë fizionomi krejtësisht tjetër, vërtet evropiane kësaj skuadre. Gjithsesi mbetet të shihet prezenca në Ligën e Kampionëve në këtë edicion, në këto kualifikime. Të themi se këto janë kualifikimet, do të ketë 3 raunde kualifikuese Sigal Prishtina për të pretenduar pjesëmarrjen në fazën e grupeve, dhe nëse e kalon këtë rreth të garave, atëherë Prishtina në rrethin tjetër kualifikuese presin skuadra më të mëdha, siç është ajo Butevienlik nga Ukraina. Nëse edhe atë e kalon, atëherë Prishtina do të takohet me ekipin francez Nanterre nga Nantes. Por deri atëherë do të jetë vërtet cikël të vështirë të galave deri më tetor, kur do të zhvillohen këto kualifikime. Intonohet himni kombëtar në kor nga tifozët e pranishëm Vlisat. Tash është rada që të mësojmë formacionet e njerëz dhe të skuadrës tjetër me cilat pesë do të nisin të dyja ekipet. Tash skuadra beloruse nga Minsku vije me pretendime që të shkaktoj kokësharje Sigal Prishtinës, një skuadrë e cila 9 herë ka qenë kampione e Belorusisë. Një skuadrë e re relativisht, sa i përket historisë, sa i vetëm 11 vjet i ka që është formuar. Në vitin 2006, por më njerë në vitin 2006, në kohën e formimit të saj, përfundoi e 4-ta, një vit më vonë e 3-ta, dhe prej atëherë, prej 2008 është kampion i Belorusisë. 30 vjet vis. Kjo është motoja. Këto janë pamfletat e ngritur në duart e 3000 spektatorëve në Pallatin e Rinis.
për të paralajmëruar mbas një spektakël tjetër të basketbollit. Atë që e bëri kombëtarja e Kosovës në basketbol, e ripërsërisim në kërkim të të njëjtit sukses tash në nivelin e klubeve Sigal Prishtina. Liga e Kampionëve për momentin titulli i saj mbahet nga Iberostar Tenerife, ekipi spanjoll, ndërsa ekipi njor pikët e para nuk ka realizim. Kërcim atje Keon Johnson, 21 vjeçari nga Shtetet e Bashkuara. Ja ku është kapiteni i kombëtarës së Kosovës, Dardan Berisha. Prapë kthehet topi në 20 sekondat e parë. Prap Johnson kërkon 3 pikësh. Edhe një tjetër përpjekje e dështuar për 3 pikë nga të dyja skuadrat. 0% realizimi i tyre, 0-0. Filipovic, kombinima atje të mysafirëve tash. Adamovic, Bosnjaku faulot. Vje faul i parë nga 21 vjeçari Keon Johnson, një prej më shtatë shkurtërve në formacionin e Sigalit, jo një prej, por më shtatë shkurtëri me 170 cm e tij. Shohim edhe një herë momentin kur u faulua Adamovic. Vërtet thamë është një skuadër e jashtëzakonshme. Rukova me këtë blokad. Berisha, Johnson, Hajrezi, edhe më tej Hajrezi, bukur për blokuesin e fundit të Rugovën. Wayne Martin, pikën e para të Sigalit, bën autorsinë Martin. Dy pikë të tij, kërkohet 3 pikësh dhe e gjen këtë Kristofer Čerapovic me origjinë nga Suedia. Edhe njerë në qërim të ngadalësuar shënimi i fundit i pari për 3 pikë pas 2 përpjekjeve, 50% të sakt. Johnson provon të futet më në thellësi në sekondat e fundit të këtij aksioni. Rëmbet topi nga mysafirët Čerapovic, autori 3 pikëve të fundit. Asistimi bukur dhe realizim disi Semaniuk. Aleksander Semjaniuk. Berisha nis aksionin tjetër. 2-5, kjo është disavantajë më i thellë i Sigalit në hapje të kësaj ndeshje. Johnson, Berisha duhet të nguten vendasit, 4 sekonda, 3 për ta mbyllur. Provon Dardani nga një pozitë e largët që nuk e ka problem zakonisht, por ja, tash e rekuperon me një blokad, por ka faul. Faul i pari i Berishës. Në faula më ngarkuar skuadra Sigal Prishtinës. Shohim edhe njerë nga një perspektiv tjetër. Vje pika e Kudraucau. Dy realizime nga 2 përpjekje të Kudraucau për të quar në 7-2. E përsin e skuadrës mysafire nga Minsku, që vje nga një shtet që nuk ka njohur Kosovën. Hajrezi nuk ka realizim prapë për 3 pikë. Mbetet Prishtina në kuotën e 0% të realizimeve për 3 pikë. Është një prej 8 ndeshjeve që do të zhvillohet në këtë gjiro të kualifikimeve. Kjo e në këto kualifikime në këtë garë tashmë merr pjesë edhe skuadra malazese Mornar. Fakt atë do ta kemi në rrethin e 2 të garave.
100% të saktë nga gjuajtjet e lira mysafirët. 2-9. Hajrizi, Rugova, të shohim nëse do ta gjejnë më në fund të përzgjedhurit e Kandemir. Nëse jo, nëse humbet edhe ky rast, atëherë duhet të reagojë Kandemir me time-out. E sheni që Prishtina çfarë përbërje ka Johnson, Rugova, Berisha, Hajrizi dhe Martin, ndërsa Smoki Minsk prezantohet me Adamovic, Marçaraku, Seminjanjuk, Qerapovic dhe Kudracao. Alban Veseli është inkuadruar tash në roj. Zëvendësimi dyfisht. Në fakt jo, vetëm Johnson është larguar, në vend të tij inkuadrohet Veseli. Faulli i dytë i mysafirëve nga Minsku. I vetmi që ka shënuar pikë ishte Johnson, ai që u zëvendësua më herët në këto 3 minuta e 19 sekonda të luajtura. Edhe Lawrence shohim të inkuadruar, ishte më herët në kontakt me topin, nuk ka ndryrje të paljueshme, prap pronar të topit, ja mundësia për pikë të lehta për Hajrizin, pikët e para të tij. Trynan Hajrizi, pas 3 përpjekjeve realizon shënimin e parë në këto 4 minuta sa luajti gati. Kudracao, Qerapovic, edhe më tej, Qerapovic realizon 5 pikë të tij. Lawrence. Andrew Lawrence është britaniku në radhët e Sigalit. Një lojtar me përvojë, 27 vjeçar. Hajrizi, në fakt ishte Veseli, sapo inkuadruari. 3 pikë shqiptari Sigalit për ta përmirësuar kështu statistikën në 20% efikasitet, ndërsa mysafirët janë më të mirë për 3 pikë, 100%. Sa do të shfrytëzojnë tash këtë 6 sekonda është të mbetur basketbolistët e Smokit. Mbyllet koha, nuk ka më kohë, 6 sekonda, nuk e kishin idenë që kishin mbetur si të tilla. Kjo është mirë për Sigalin për të dhënë një mundësi tjetër për t'u afruar në rezultat. Për ta zbehur këtë ngjecje prej 4 pikësh. 27 vjeçari Lawrence. Veseli. Dardan Berisha ka patur një përplasje. Të shohim kush është ai që ka shkaktuar këtë ndërhyrje. Pa ka kjo rëndësi për ne. 3-3 me faulla tash Sigali dhe Minsku. Lawrence preferon të hyj. Lawrence, edhe një faull tjetër. Sa e rëndë nga Wicks. Seku Wicks. Ky që ngrit dorën. Seku Wicks. 22 vjeçar. 193 cm i gjatë. Në vjen e quajtjeve të lira për artë të parë, quajtjet e lira për Prishtinën. Lawrence, mundësia për të shënuar pikët e para. E huq në provën e parë. Të shohim nëse do të arrijë në të dytën. E arrin këtë pikët e para të tij. 8-11. Adamovic, Bosnjaku Adamovic, tash kombinime. Qerapovic, pikëshënuesi më i miri i Smokit është numri 35, Qerapovic, Wicks. Të shënon të kaloj atje mbi lojtarin në shtatlar të Sigalit, por ka blokadë dhe në anën tjetër ndaj Veselit. Dhe topi prapa, është shkaktuar ndërhyrje paljueshme paraprakisht nga Hajrizi.
të jenë 4 faulla për Prishtinën. Dhe sipas statistikave zyrtare 5 faulla për edhe pse në semaforin zyrtar edhe për Minskun figurojnë 4 faulla, por në statistikën zyrtare 5 faulla për mysafirët. Adamovic fallohet, Jaku del nga bonusi. Del nga bonusi tash Sigal Prishtina. Veseli me këtë ndërhyrje, autori 3 pikëve me herët, Advan Veseli që luajti vetëm 1 minutë e 57 sekonda në këtë ndeshje. Edhe një herë momenti i faullit ndaj Filip Adamovic, 28 vjeçarit nga Bosnia, që luan në radhët e Minskut. Realizon Adamovic pikët e para të tij. Shihni trajnerin 47 vjeçar i lindur në Sinop të Turqisë, Ahmet Kandemir. Nuk shëndron larg, është mirë megjithatë të mos lejë shkëputje më të lartë të kundërshtarit. Sigali këtu luhet në 2 ndeshje për ta kaluar, dihet se në Minsk atje do të jetë shumë vështirë dhe me një atmosferë as pak të këndshme për shqiptarët. Berisha arritët kalajtësi dhe shkënon. Dardan Berisha me pikët e para pas 6 minuta 15 sekondave të tij lojë. Sadler. Gulden Sadler është inkuadruar për herë të parë në këtë ndeshje me numrin 1 që shihni. Edhe një aksion i ndërprerë, rëbehet topi nga Man. Lawrence, Berisha, në paralizim, pra Veseli, provon Man, Sana dhe ka! 4 pikësh dhe 13-13. Afrot Sigal Prishtina për ta zënë kundërshtarin e sotëm. Qerapovic, kjo është më i rrezikshëm për 3 pikë dhe mbetet lojtari më i rrezikshëm. 8 pikë të Qerapovic, 3 pikë shi i tij i dytë. Lis Shoshin e shohim për herë të parë sote. Provon edhe një herë. Dardan Berisha! 3 minuta lojë të mbetura. 3 pikësh i Dardanit. Rap Bolas. Wicks. Zëvendësim të mysafirët inkuadrohet David Kravish. Shohim edhe njerë këtë 3 pikësh të Man që ndezi edhe Dardanin. Mundësia për të kaluar në epërsi. Për herë të dytë, përveç asaj 2-0, kur ishte në epërsi Sigal Prishtina. Tash e shqipton në shtatarësit e Lis Shoqit, por jo me fat. Jo me fat Lisi, që është kthyer në Superligën e Kosovës pas përvojës që ka patur në Washington. Mirë që nuk ju don Lis Shoqi, shihni sa rol dominant ka nën kosh atje. Rivendje fundore për Prishtinën. Lis Shoqi është një prioritarëve më shtatlar të Sigali me 211 cm të tij. Time-out i thirrur si duket nga mysafirët. Në fakt nga Sigal Prishtina është, me që ishte edhe në prodhësi, është rivendje fundor. Mysafirët kanë ardhur me ambicje që pavarësisht të qenit një skuadër me histori vetëm 11 vjeçare të shkaktojnë probleme Prishtinës. 47 vjeçare. Që me traditë është gjyshe për Belorusët. E sheni semaforin, 2-2, 2 minuta 22 sekonda të mbetura nga qereku i parë, fantastik për Sigalin. Jemi të vetëdijshëm që ndeshja e kthimit në 26 shtator, në fakt, pardon, ndeshja
e kthimit do të luhet me 21 shtator pas 2 ditësh në Minsk. Në një arenë gjigande prej 15.000 spektatorëve atje në Minsk Arena, që është edhe shtëpia e skuadrës së Cmokit. Rugova. Edhe një tipikësh i Rugovës, 18-16. E përsia dyte e Sigalit. Sadler. Edhe mëtej Amerikani Sadler. 12 sekonda të mbetura. Të shohim Kravish, Amerikani tjetër, deri te Qerapovic, i pagabueshëm, 3 herë provoi, 3 herë realizoi për 3 pikë Qerapovic. Lojtari më i rrezikshëm është suedezi. Si duket me origjinë polake. Edhe në anën tjetër. 4 pikësh prapë është Veseli. Pavarësisht se nuk e nisi ndeshjen si titullar. Alban Veseli, i mrekullueshëm në këtë hapje të ndeshjes. Wicks arrin të realizoj pikë të reja. Kravish 5 pikë të tij. Nuk do të haj pejs ëmbli, sikur të ishte edhe ky 3 pikësh i sakt. Minuti i fundit i çerekut të parë. Berisha provon edhe kë për 3 pikë, nuk ka realizim. Vetëm drejt e Harku. Ja mundësia për mysafirët mbase për ta mbyllur me avantazh, por ka kohë edhe për një aksion Sigal Prishtina. Sadler. Bën presion atje edhe Veseli. Sadler i ka 10 sekonda. Wicks provon për 3 pikë, drejt e Harku. Rëmend topin, 211 cm që i gjatë Lis Çoçi. Lawrence. Man dhe Veseli, deri te Berisha, 20 sekonda, 12 për këtë aksion të Sigalit. Lawrence, edhe me tej Britaniku. Lawrence, ndërhyrje paljueshme nga Golden Sadler. Ka luajtur për 3 minuta gjysmë Golden Sadler për mysafirët, nuk ka asnjë pikë. Ky faull është statistika e tij vetme në këtë ndeshje. Zëvendësim te Sigal Prishtina, Wayne Martin rikthehet në lojë. Lojtari 2 metra i gjatë. Sakt 2 metra. Lawrence në vjen në quajtjeve të lira, më herët shënoi vetëm një quajtje të lirë. Sajra dhe pika e dytë. E dyta nga kjo pozitë. 22-21, relativisht shumë pikë janë shënuar në këtë çerek. 23-21. Sadler provohet për 3 pikë, nuk ka realizim dhe nuk ka më kohë për çerekun e parë. Pa edhe presidentin e Federatës së Basketbollit të Kosovës, Rold Belehun, i pranishëm në tribina. Me 23 nëntor do të jemi prapë me ethet e kontarës së Kosovës. Me ato emocione, por jemi të vetëdijshëm që tash në grupin e ardhshëm kualifikues kemi sfida shumë më serioze se sa ato me Estoninë dhe Maqedoninë. Gjithsesi vetëm kualifikimi i Kosovës në raundin tjetër të kualifikimeve për kampionatin botëror është histori në vete. Shojmë edhe njerë disa prej momenteve kryesore, këta 3 pikësha, 2-3 pikësha radasit të Veselit, të cilët mbajtën Sigalin në lojë dhe jo vetëm kaq. Arritëm që për 10 minuta të kemi e përsi sado simbolike prej 2 pikësh, 23-21. Në një transmetim të drejt për drejt. Dihet që sipas rregulloreve të ligës së kampionëve është rregullore që çdo skuadër që ka në listën e vet 11 apo 12 lojtar, 5 tiket, maksimumi 5 tiket të huaj, nuk lejohet më tepër, kurse nën 11 lojtar të listës së paraqitur lejohen deri në 4 maksimumi. Një rregullore e cila sigurisht
promovon talentin vendor, në cilin ka shumë shpresa Sigali. Shpresa dhe cilësi. Dardan Berisha ka qenë realizatori më i mirë i Sigalit në këtë pjesë në çrekun e parë me 7 pikë. Fisti Krugova me 2 kërcime dhe Dardan Berisha me 4 asistime. Drejsa të mysaferët ja shini një prej atyre 7 pikëve të realizuara nga Dardani. Semjanjuk është realizatori më i mirë të mysaferët me 8 pikë. Sa i ka edhe Qerapovic. Gati për të nisur çreku i dytë. Fraksioni i fundit i pjesës së parë. Lawrence. Sekondat e parë dhe aksioni i parë për Sigalin. Hajrizi, Veseli. Mundësia për të shërbyer atje me Dardan Berishën. Bën eskivazh për t'ju shmangur atje Sadler. Në fakt është Wicks që markon Dardanin. Vjen ndihma nga Lawrence që bëhet pronari i topit. 7 sekonda për të mbyllur këtë aksion. Do të kemi 3 pikë të ri. Nuk ka vetëm Harku në këtë provë të re. Hajrizi. Ishte në pozitë ideale për të shënuar këtu. Drilan Hajrizin nuk e bëri këtë. Wicks 23-21, 0-0 në çerekun e dytë, edhe pse ka kaluar gati 1 minutë lojë. Për pikët e para të mysafirëve në këtë fraksion të lojës. Berisha. Rivënje për mysafirët e Smokit. Bëhet gati Ilyes Shoqi për të zëvendësuar. Të shohim kush do të jetë ai që do ta zëvendësojë. Martin largohet, inkuadrohet në lojë. Ilyes Shoqi, 23 vjeçar, i lindur më 29 qershor 1994, 2 metra 11 centimetrat e tij e bëjnë lojtarin më shtatlart, jo vetëm te Sigali, por në tërë ndeshin, me që një gjigant të tillë nuk e kanë as mysafirët. David Kravish është më i gjati të mysafirët me numrin 45. Wicks. 10 sekonda për këtë aksion. Berisha. Salash nuk i krijohet hapësirë, provon atje Kravish. As për Amerikanin nuk ka sukses. Ilyes Shoqi. Shoqi edhe më tej. Rivënia mos koordinim mes Shoqit dhe Berishës. 2 antarët e kombëtarës së Kosovës në basketbol. Zëvendësim Johnson kthehet në lojë në vend të Dardan Berishës. Ahmet Kandemir preferon ta pushojë Dardanin. Gjithçka barabart në shifrat e përgjithshme, por avantazh në çrekun e dytë i mysafirëve. Inkuadruar edhe Esho te Prishtina. Është Maxi Esho, amerikani tjetër. Dhe njerë në momentin e mehershëm, Johnson drejt e Esho me frizurën e tij karakteristike. Johnson nuk ka 3 pikësh. Mbetet në kotën e 0 pikëve. Johnson pas 2 provave për fakt 3 provave për të shënuar, qoftë për 2 apo 3 pikë. Esho kontributi i arzakonshëm i tij në mbrojtje. Shikoni çfarë stili karakteristik ka të një atleti. Sigurisht
Ta shohim Eshon edhe me shkëputjet e tij karakteristike. Lawrence. Johnson dhe Mann. Krijohet hapësira. 1 sekond. Nuk ka shënim. Bëhen pronar të topit prapë mysafirët. Në kërkim të pikës së 4 mbase. Dhe kthimi të avantazhit. 23-23. Për gati 4 minuta loj asnjë pike Sigalit, por vetëm 2 të mysafirëve, vërtet statistik e dobët e të dyja skuadrave të kujdesshme në mbrojtjet e tyre. Kthehet Dardan Berisha dhe merr aplaudime për kthimin e tij në parket, duke zëvendësuar Johnsonin. Realizatori më i mirë i Sigalit me 7 pikë të shënuara në çelëkun e parë, Dardan Berisha, që pritet të japë një tjetër impakt lojës së Prishtinasve. Ka një përplasje të Esho, shkakton ndërhyrje të paligjshme. Faulli i parë për këto 2 minuta 8 sekonda sa luajti Esho Ashini. Maxi Esho, 26 vjeçar, 203 cm e gjatë. Ja dhe njerë momenti i këtij faulli ndaj Paljashchuk, Dmitri Paljashchuk. Padyshim vikendi ka qenë i jashtëzakonshëm për ju adhurues të basketbollit me fitoren e Slovenisë në atë finale të jashtëzakonshme të Eurobasketit dhe me titullin e parë për slovenët. Adamovic. Edhe me tej Bosnjaku. Duhet të nxitoj, mbeten 5 sekonda për ta mbyllur këtë aksion. Topi i dërguar jashtë. Të shohim nëse do të ketë për 2 pikë. Nuk ka realizim. Riveni fundore për Sigal Prishtinën ishte Fisnik Rugova që ja po mundsoi Kravish, amerikanit Kravish, fiksohet pikëve të reja. Mbetet 23-23. 3 minuta e 50 sekonda gati. Pa asnjë shënim Sigali në kërkim të pikëve të para në këtë çerek. Dardan Berisha, edhe më tej Berisha. Mann, kthehet topi prapë te Berisha. 7 sekonda të mbetura, ka faull si duket Kudracao me numrin 41 është ngarkuar me faull. Po, faulli i tij dytë. Shini Kudracao edhe një herë për plasin e tij me Fisnik Rugovën. Faulli i tij dytë. 2-2 me faullat të dyja ekipet në këtë çerek. 4 minuta lojë dhe Sigali në kërkim të pikëve të para. Berisha. Kanë komoditetin edhe për 4 sekonda, nuk ka shënim, kthehet topi te Rugova, i markuar nga 2 basketbollistë. Esho largohet deri te vija 3 pikëshit, pra provon të hyj. Kombinon atje me Johnson, 4 sekonda. Johnson provon të hyj vet. Topi i dërguar jashtë Mann. Nuk ka prap shënim, nuk ka. 4 minuta gjysmë të Sigalit pa asnjë shënim. Edhe Bellorusët jo që kanë bërë ndonjë gjë të madhe, vetëm 2 pikë kanë shënuar. 23-23. Filipovic, Adamovic në fakt. Esho i humbu culla për një moment, por e gjen. Rugova nuk ka problem për pikët e para të Sigalit. Pas gati 5 minutave lojë. 25-23. Do të ishte adhurues të basketbollit më kat nëse kombëtarës së Kosovës në këtë palestër nuk do t'i mundsoj, nuk do të plotësoj kriteri teknik për t'i shtuar dhe 5 minutë. Esho! Tharë se ai djalosh ka shkputje të mirë, pavarësisht që i ka vetëm 2 metra gjatësi, vetëm. Në sportin e basketbollit mbetet të thuat ashtu. Johnson. Sa shumë po e don këtë 3 pikësh Johnson pas 4 provave, akoma pas një realizim dhe shkakton ndërhyrjen e dytë të paligjshme për të e treta për Sigalin në këtë çerek. Lawrence Pam është ngritur atje, të shohim a do ta zëvendësoj Johnson, pikërisht e humbi një top në sulm me atë përpjekje për 3 pikë. Bëri faull edhe një herë, kjo
të rrin ndaj belorusëve. Nga lojtari simpatik me numrin 3, Maxi Esho. Njëzët e 23. Trajneri i mysafirëve e di që është në një teren shumë të vështirë i pranishëm. Ju mbetëm bërsh për t'ju thënë që treshja gjyqtarëve që drejtojnë këtë ndeshje për ironi vinë të 3 nga shtete që është dashur të marrin vizë për të ardhur në Kosovë. Anastasios Pioidis nga Greqia, Marek Kulekshik nga Slovakia dhe Haris Bjedish nga Bosnia. Edhe një kontribut i jashtëzakonshëm, kërcimi i tretë në mbrojtje i Esho. Berisha krijon hapësira për Fisnik Rrugovën. Man realizon një trepikësh me herët Man, prap topi i dalur prapa te britaniku Lawrence. Provon atje Man të rikuperoj, të shohim nëse pas një kohë të gjatë do të kemi shënim të ri. Edhe një Esho, por të pavëmendshëm në mbrojtje. E qojnë dëm, nëse mund të themi kështu, atë kontribut Esho. Adamovic lejo të realizoj Adamovic 4 pikë të tij për 9 minuta 4 sekonda sa luajti sonte Filip Adamovic, edhe ky nga Bosnia. Faulli shkaktuar nga Kudracao. Është faulli i tretë, është lojtari më i ngarkuar me faullat e mysafirët e Smokit. E di që emri i kësaj skuadre po ju tingëllon në një produkt të lakmuar nga fëmijët. 25-27, por uroj që pikërisht sikur me një fëmijë si Sigal Prishtina të luajnë ndaj tyre sot. Hajrisi, Lawrence. Andrew Lawrence edhe më tej, 3 minutat e fundit. Berisha provon 3 pikësh. Nuk ka realizim. Mbetet në kuotën e 7 pikëve pas një pikë të shënuar në shrekun e dytë Dardan Berisha. Wicks arrin të realizojnë prap shkëputje në 4 pikë tash. 8 pikë, 8-2, rezultati i shrekut të dytë në favor të mysafirëve nga Belorusia. Edhe më tej britaniku, Lawrence provoin vetë të depërtoj atje Martin, faullohet Martin, autori vetëm i 2 pikëve të Sigali. Shaktohet ndërhyrje paljoshme nga Qerapovic. Një prej realizatorëve më të mirë të Smoki është Qerapovic dhe Semihaliuk, që të dërme nga 8 pikë. Shojmë edhe njerë. Faullin e shkaktuar nga Qerapovic, që ka pasaport suedeze. Njëzët e 29 betet. 26-29. Paktën në të dytën arriti të realizoj Martin. Për të asbeur kështu disavantajin e 3-8 në shrekun e dytë. Adamovic. Filip Adamovic. Qerapovic, kjo është i arzakonshëm për 3 pikë. Huqja atje parë sonte, por Wicks e përmirëson gabimin e tij. 4 pikë të Wicks. 26-31. Berisha. Edhe më tej, vollim i bukur i Berishas, por shtohet numri i atyre që e markojnë. Martin. Veseli. Edhe Veseli t'ja dashi sonte për 3 pikë nga distanca në përgjithësi, por jo edhe tash kërcim në mbrojtje i Qerapovic. Edhe një aksion tjetër i nisur nga bosnjaku Adamovic, Filip Adamovic. Adamovic gjen hapësirë atje, bukur drejt Qerapovic. Thash se ky është i tmerrshëm
11 pikë të Qerapovic që bëjnë realizatorin më të mirë të ndeshjes. Qerapovic ka qenë nga 4 përpjekje 3 herë ka realizuar për 3 pikë. 11 pikë të tij, 3 kërcime, 1 asistim. Dhe 2 topa të humbur. Kjo është statistika e Qerapovic. E pa më dhe njerë shënimin e fundit. Arsye për Ahmet Kandemir të thëras në time-out. 26-34 mbetet rezultati. Kjo shkëputje prej 8 pikësh. Sigurisht Prishtina do të gjej forcë për ta shkryer këtë disavantazh. Shini Ahmet Kandemirin, tash një trajner më përvoj 47 vjeçari që ka udhëhequr ala me të ekipin mes tyre edhe skuadrën e njohur Beşiktaş. Ishte në fakt Beşiktashi skuadra ati e parë në cilin e filloi karrierën si trajner. Qëndroi 6 vjet nga viti 97 deri në 2003 për të kthyer pastaj në Beşiktaş. Pikërisht pas përvojës të Sigal Prishtina u kthye në 2013 në Beşiktaş ku qëndroi deri në 2015. Së fundi në Trabzonspor dhe ja ku kemi prapë në Prishtinë. Ahmet Kandemiri, Lawrence. Afrohemi në minutën e fundit të pjesës së parë. Sigali në ndjekje të rezultatit. Trejlana e Rezi që humb topin. Wicks, Lishoshi, blokade. E të merrën atje Amerikanin Wicks. Lishoshi që Wicksit i tregon që ka qenë edhe lisin në Washington. Një minutë sakt deri në mbyllje të çerekut të dytë, respektivisht pjesës së parë. Sadler, Qerapovic, tek ky do të jemi të kujdesshëm. Është një snajperisht i jashtëzakonshëm. Qerapovic provon atje drejtën e Rizit ta përfitojë nga kjo situatë. Sigurisht Sigali do të ketë kohë edhe për një aksion. Sadler. Lëvizje e bukur atje e Meshkaraku dhe pikë të reja të Semjaniuk. 10 pikë të tij, 11 të Qerapovic. Janë këto dy lojtarët e mysafirëve që kanë arritur pikë 2 shifrore. Provon Hajrizi mbetet në kuotën e 2 pikëve për 9 minuta 24 sekonda Salojdi. Sadler, aksioni i fundit, pa dyshim. Sadler, nuk ka asnjë pikë. Kërkon pikët e tij të para, nuk ka pikë, nuk ka as kohë. Mbetet me këtë 10 pikë e përsi në favor të Smoki Minskut. 9 herë kampioni dhe 7 herë fituesi i Kupës Bellorusisë, po avanzon ndaj kampionit të Kosovës Sigal Prishtinës 26-36 pas pjesës së parë ku Qerapovic udhëheqi ekipin mysafir me 11 pikë, Semjaniuk u kujdes me 5 kërcime dhe Adamovic me 3 asistime, ndërsa te Sigal Prishtina u dallua Dardan Berisha me 7 pikë dhe 5 asistime. Ndërsa Fisnik Rugova ishte kërcyesi më i mirë në këtë ndeshje. Kthehemi pas një pauze të shkurtër me pamje nga Pallati i Rinisë dhe i Sporteve në Prishtinë.
Oda Ekonomike e Kosovës në bashkëpunim me Qeverinë e Republikës së Kosovës nga data 27 deri më 30 shtator organizon panairin ndërkombëtar të produkteve bujqësore dhe agroindustriale Prishtina 2017, i cili mbahet në qendrën e panaireve fshati Shkabaj, Magjistralia, Prishtinë, Mitrovic. E veçanta e këtij panairi qëndron në faktin se krahas pjesëmarrjes së ndërmarrjeve më të njohura vendore nga sektori i bujqësisë dhe agropërpunimit, në këtë panair do të marrin pjesë edhe ndërmarrjet prestigjioze nga vendet e rajonit, Evropës dhe MG. Panairi do të shoqërohet edhe me vizitat e shumta dhe praninë e zyrtarëve të lartë të odave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, të shoqëruar nga përfaqësuesit e rrjetit tregtar dhe distributiv të ndërmarrjeve të interesuara për produktet kosovare nga sektori i bujqësisë dhe agropërpunimit. Duke marrë pjesë në panairin ndërkombëtar të produkteve bujqësore dhe agroindustriale Prishtina 2017, si ngjarja më e rëndësishme promovuese ekonomike në Kosovë, ju mbështesni zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe integrimin e saj në rrjedhat e ekonomisë evropiane. Hyrja e vizitorëve si dhe transporti janë falas. Vizitoni panairin ndërkombëtar të produkteve bujqësore dhe agroindustriale Prishtina 2017 dhe njihuni nga afër me produktet e ndryshme nga vendi, rajoni dhe MG. Bëhu edhe të pjesë e muajit të rinis. Shkollimi paraprin një të ardhme të sigurt. Mendja është limiti juaj. Pasioni për artin dhe muzikën buron nga ju. Ti je pjesë edhe aty, ku tradita ekziston. Sporti është pjesë e trupit tuaj. Aty ku dia ndërlidhet me suksesin. Pa punuar fort, talenti mbetet vetëm dëshirë. Një rini e shëndosh është një armë e sigurt për shoqërinë dhe shtetin. Aktivitetet fillojnë. Agjencia për Barazi Gjinore u bën thirrje të gjitha subjekteve politike të cilat garojnë në zgjedhje lokale që të respektojnë ligjin për barazi gjinore dhe të përfshinë në listat zgjedhore 50% kandidate gra dhe vajza. Sipas nenit 6.8 të ligjit për barazi gjinore, përfaqësimi barabar gjinor do arrihet vetëm atëherë kur në të gjitha organet legjislative, ekzekutive, gjyqësore dhe institucione tjera publike sigurohet përfaqësimi 50% për të dyja gjinit. 50% e popullsisë nuk mund të anashkalohet. Gratë dhe burrat, vajzat dhe djemt duhet bashkërisht të udhëheqin procesin shtetformues, ndërtimin e demokracisë dhe të ardhmës evropiane të Kosovës. Vallëzo për të shpërndar mirësinë tek nënat dhe fëmijët e Kosovës. Ngjarja vjetore Let's Dance mbahet për të tretin vit me radhë me 21 shtator në Duplex Premium nga ora 20. Atmosfere hareshme me muzikë, pije e ushqim për të ndihmuar aksionin për nëna dhe fëmijë, në të cilin marrin pjesë bende dhe DJ të njohur të estradës sonë. Blini biletat në Bonzai, Bon Vivant, Bubble, Crème de la Crème, Green dhe Protein, Hallakate, Matise dhe Teshavesha për 30 euro. E jani të vallëzojmë dhe të shpëtojmë jetë fëmijësh. Radio Televizioni Kosovës në Facebook. Pëlqejini faqen tonë zyrtare në Facebook për të qenë të informuar në çdo kohë. Së shpejti në Radio Televizionin e Kosovës. Linja Shqip. Vetëm në programin satelitor. Emision kushtuar bashkëdhetar. Tashmë bashkëdhetarët do ta kenë adresën e saktë. Linja Shqip.
Me rastin e ditës ndërkombëtare të paqes në botë, vjen festivali mbar kombëtar i këngës për fëmijë Ardhmëria në Deçan, edicioni i tretë. Krime të reja nga autor më të shquar shqiptar, zëra briljant të fëmijëve nga të gjitha trojet, skenë gjigante, të ftuar special personalitete të shquara janë pjesë e festivalit Ardhmëria. E janë dhe ju në këtë festë të madhe të këngës, me datë 21 shtator, ora 18 në Pallatin e Kulturës në Deçan, sponsor medial Radio Televizioni i Kosovës. Oda e Madhëros të basketbollit ja ku jemi kthyer prapë me pamjen në Pallatin e Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë. Pavarësisht disavantazhit prej 10 pikësh, 26 me 36, shifrat të cilat i kemi trashëguar nga çereku i parë dhe i dytë. Sigur Prishtina akoma me shpresa për të shënuar fitore ndaj një skuadre cilësore siç është Smoking nga Minsku i Belorusisë. 9 herë kampioni i këtij vendi. Avanson duke u falendëruar 11 pikëve të Qerapovit që ishte realizatori i më i mirë i ndeshjes. Tmerruese ka qenë statistika Sigal Prishtinës në çerekun e dytë. Për 10 minuta Sigali ka shënuar vetëm 3 pikë. Ahmet Kandemir e ka parasysh këtë. Kërko 3 pikë i parë, prova 11 për mysafirët që i kanë realizuar 4-3 pikësha. Sigal Prishtina tërësisht të dobët në 3 pikë, 20 prova për 4 shënime, vetëm 20% saktësi. Via dhe faulli i parë nga Lawrence, Andrew Lawrence, 27 vjeçari, 1-0 me faulla e hapë kështu me faull çerekun e tretë Sigal Prishtina. Betër 26-36, pa asnjë shënim nga asnjëra skuadër, nga aksionin e radhës. Mysafirët nga Belorusia. Ky është lojtari më i rrezikshëm. Qerapovic e humb topin. Berisha. Kërkon nga shpejt, man, Berisha. Kërkon timen e ditë Shoshit, 7 lartit Shoshi. Heziton, 10 sekonda të mbetura nga kjo aksion. Mundësia për të parë pikët e para të Sigalit. Esho edhe Matej. Nuk arrin të arëmbej këto pas Lish Shoshi që ishte nën kosh atje. I peshët startuese të Sigalit, kjo është kjo, Lawrence, Esho, Berisha, Shoshi dhe Man. Kurse mysafirët e Smoking Minsk prezentohen në hapje të këtij çereku me Adamovic, Meshkaraku, Semjanjuk, Qerapovic dhe Kudracao. Bata dhe kolegët e mi që janë në balkonin, nëse mund ta quajmë kështu, në pjesën e kundërt me atë që po shihni në ekrane. Faulli Lish Shoshit në fazën e sulmit, kur kishte mbetur 9 sekonda për ta mbyllur këtë aksion. Betët 0-0 në çerekun e tretë. 3.000 spektator, milionat të tjerë. Shini edhe Ahmet Kandemirin që kërkon të ketë kujdes me vendosin e tij Lish Shoshi. 23 vjeçari që po konsiderohet një prej
atyre në cilët duhet të llogarisim në të ardhmen edhe në nivelin e kombëtarës edhe në të skuadrave. Kudracau në Telaça atje i përcjellën nga Visnik Rugova, tash bëhet pronari topit Qerapovic në pozitë të dytë. Dhe top për Sigalin. E dini që më s'ka topa të diskutueshëm, nëse edhe një herë tjetër do të jetë në këtë pozitë njëra apo skuadra tjetër, atëherë do të jetë për mysafirët. Ja dhe njerë e shini këtë moment të Qerapovic, kërkohet 2 apo 3 pikë i parë i çerekut të tretë. Berisha, Esho, mundësi e mirë, në pozitë e mirë, vetëm në harkun e koshit të mysafirëve. Jakosh Qerapovic ka realizuar 3 pikësha nga 4 përpjekje. Qerapovic 13 pikë të tij tash prind në listën e realizatorëve. Me njerë pas ti është edhe Semjan Ljub me 10 pikë. Këta janë 2 lojtarët më të rrezikshëm të skuadrës mysafire, të 2 me pikë 2 shifrore. Man, Jakosh Man, pa një 3 pikësh të realizuar Man, por kanë ngecur maç. Esho, Maxi Esho realizon pikët e para për gati 9 minuta sa luajti sot. Pikët e para për Esho, pikët e para për Sigal Prishtinën në shrekun e tretë. Kërkohet 3 pikësh, Semjan Ljuk edhe ky realizon 13 pikë të tij. E ndon epitetin e pikëshënuesit më të mirë me Qerapovic, të dy i kanë realizuar nga 13 pikë të mysafirët. 21-28, shkëputja më e lartë e skuadrës nga Minsku. Berisha, Lawrence, Man, edhe me tej Man, 5 sekonda të mbetura. Rugova, mundësi ideale dhe nuk ka bërë Rugova nga këto pozita. Visnik Rugova, 28 vjeçari që realizon për të ngushtuar diferencën në 11 pikë, 30-21. Shkëputje që u krijuan në çerekun e dytë, me që në të parin avanson të Sigal Prishtina, 23-21. Adamovic, Qerapovic, kjo është i jashtëzakonshëm për 3 pikë. Kuqja e dytë, 5 përpjekje, 3 realizime për 3 pikë. Esho, bukur për Lawrence, top që kalon drejt e Man, nuk ka realizim. Follow nga Esho, Kudracau. I dyti Eshos, i treti për Sigal Prishtinën. E shini Alban Veselin tashmë të rikthyer në parket. Asnjë faul i mysafirëve në shrekun e tretë. Adamovic, autori 4 pikëve, ja fal në mënyrë spektakulare Dardanit këtë top. Probleme me paratema atje Veseli, sa po rikthyer në parket. Kuq, edhe Veseli, këto nuk duhet të tolerohen, këto huqje. Qerapovic, suedezi, të topin kapa, drejt e Adamovic. Autori 4 pikëve, Adamovic nuk i ngutat, i kanë edhe 8 sekonda për të mbyllur këtë aksion. Adamovic shkon vetë. Nuk ka realizim. Faulli shkaktuar nga Veseli. Faulli i tretë i Veselit është ditari me më së shumti faullat është e Sigal Prishtina. Derisa 3 faullat e mysafirët i ka edhe Kudracau. Mund të jetë fazë problematike për Veselin, ajo që e pret në minutat në vazhdim, nëse vazhdon me këtë ritëm. 4 faullat e Sigal Prishtinës, asnjë i mysafirëve në këtë çerek. Shini edhe njerë momentin e faullit ndaj Semenjuk. Mundësia që Semenjuk që nëse të realizon të paktën një shënim këtu të marrë epitetin e realizatorit më të mirë, duke ja kaluar shokut të skuadrës Qerapovic. Katëmbëdhjetë pikë të Semenjuk,
7 kërcimet e tij, është shumë afër që të jetë realizatori, por edhe të realizoj double dy shifror të dy fisht. Adhurues të basketbollit, të shikues të Radio Televizionit të Kosovës, e dini që në këtë kohë do të duhet të ishte koha e edicionit të lajmeve qendrore, por ato do të jepen më njëherë pas përfundimit të kësaj ndeshje të vlefshme për të kuar rrethin e parë kualifikues në Ligën e Kampionëve të basketbollit. Një prej garave që në nivel të klubeve bëhet në umbrellën e FIBA-s përkundër shumë përpjekjeve të Euroligës. Madje duke shkuar aq larg sa ti detyronte 14 federata të gjendeshin para suspendimit nga FIBA për mos bindje nga ndaj rregulloreve të FIBA-s dhe vendimit për ta bërë këtë ligë. Mes tyre edhe federata e Slovenisë, kampioni në fuqi e Evropës tashmë. Man, i rëmbet topi nga Qerapovic, i jashtëzakonshëm është Qerapovic, kërcimi i 4 të tij. Rëmbet topi edhe në anën tjetër, vetëm rribeni ansore për mysafirët. 4 kërcime, 13 pikë të tij, si dhe një asistim. Statistika e Qerapovic. Të heshtur një pjesë e tifozëve të Sigalit. Në fund të besojnë që Sigali në 10 minuta në çerekun e dytë ka realizuar vetëm 3 pikë. Një prej paraqitjeve më të dobta që i ka patur. Pali ushme, jo, vetëm revenie fundore për Dardanin. Kemi zëvendësim të Sigal Prishtina do të inkuadrohet Patrick Cole, Amerikani 24 vjeçar. Në vend të Mann, në vend të JJ Mann. Berisha, i vjen ndihma nga Fisnik Rugova. Berisha edhe 3 sekonda, duhet të gjuaj. Kthehet disi, nuk ka analizim, vetëm në kotën e 7 pikëve. Qerapovic dhe një uqje e tij tash i bie statistika. Ati që është realizatori i dytë më i mirë për momentin në këtë ndeshje. Wicks, po vënë edhe kjo me 3 pikë. Edhe kjo uq, bie statistika tash në 34% e mysafirëve, 17% e ka Sigal Prishtina. Për gjysmë më pak, Johnson duhet të zëvendësohet. Duhet të zëvendësohet Johnson. Hajgare statistika ati, 0 pikë. Për 10 minuta gjysëm. Sadler. Rivenie fundore për Sigal Prishtinën. 30-22, nëse mund të quhet lojë efikase, por paramendojeni për 7 minuta, 17 sekonda, vetëm 4 pikë të Sigalit, 6 të mysafirëve. Nga një tifërus po vuan edhe Cmoki Minskut. Time-out i Sigal Prishtinës, Ahmet Kandemir, as pak i knaqur, posaçërisht në këto 18 minutat të fundit. Çerekun e dytë dhe këtë lojë sa është zhvilluar në çerekun e tretë. Vështirë të paramendohet me një lojë të tillë disa shkrirja, disa avantazhet në
nga 12 pikë sa besim prapa për momentin. 30-22. Gati 28 minuta loj. 28 minuta loj për 30 pikë të Sigalit nga 1 pikë në minutë. Diç më tepër se kaq. Ja shohim edhe një prej atyre pak pikëve të shënuara. 4 pikëve më saktësisht. Të realizuara nga Fisnik Rugova. Nëse këtu në këtë ndeshje Sigali nuk arrin rezultat pozitiv, vështirë të mendohet se në Minsk një teren as pak mitësor ka rrihet kjo. Lawrence Esho nuk knadon që nuk knadon. Vetet Esho me ato pikë të realizuara më herët, me ato 2 pikë për 10 minuta gjysmë sa luajti. 4 faula të Sigalit, në fakt 5 tash ka kaluar, ka dalë nga bonusi. I fauli i dyti Dardan Berishës. Wicks i ka 4 pikë. Mundësia për të ashtuar konton e tij. Por edhe për të arritur avantazhin. Bush në gjuajtjen e parë. Në gjuajtjet e lira 71% kanë qenë mysafirët të saktë, tash bie në 63%. Paktën në këtë aspekt jemi më të mirë. E përmirëson statistikën e tij Wicks. 67 me 67 të dyja skuadrat, sa i përket efikasitetit nga gjuajtjet e lira. Lawrence Esho, Maxi Esho. Mbrojtje shumë e mirë mysafirëve. Por asistenti fenomenal i Berishës deri te Rugova. Pikë të reja të Rugovës, 4 pikë të tij nga çfarë i ka realizuar Sigali në këtë çerek. Sadler i përcjellur nga Lawrence, Shini luan kopët shërbet edhe me dorë. Faul në fazën e sulmit nga Kravish. Amerikani Kravish që kontriboi me 7 pikë, një prej më të mirëve të Minsku. Më pak se 2 minuta në çerekun e tretë. 32-23, a do t'jetë ky momenti i kthimit të Sigalit. Edhe një herë faulli Kravish ndaj amerikanit. Esho, për krasje 2 amerikanëve. Pes amerikani ka vetëm Sigal Prishtina. Lawrence nuk arrin edhe me tej Britaniku. Qesharake vazhdon të jetë statistika e Sigalit për 3 pikë. Berisha ka 17%, bie në 16% statistika e Sigalit për 3 pikë. Salash 206 cm i gjatë, 32-23. Betet Sadler provon në sekondat e fundit, që rëmbehet topi. Esho, Maxi Esho, lëvizje të jashtëzakonshme të një lojtari vërtet atlet. Shumë i papërshtatshëm për kundërshtarët është Maxi Esho, pavarësisht se i ka 203 cm, 26 vjeçari. Ja mundësia për të afruar. 32-23. E patë dhe semaforin kryesor. Realizon provën e tij të parë. Esho. Kena parë që sonë të uzem në vijën e gjuajtjeve të lira. Esho më herët realizon një 2 pikësh, 3 pikë të tij. 3 kërcime të gjitha në mbrojtje. 50% i sakt. Sigal Prishtina ka humbur 3 gjuajtjet e lira nga 8 herë sa është gjendur në këtë pozitë. Por me 3 pikësha Sigali 25 herë provoi për 3 pikësha, vetëm 4 i ka realizuar. E të Belorusët vetëm Qerapovic i ka 3.
këtë faul. 6 për Sigalin, që tashme sa kohë ka dalë nga bonusi. Wings, 4-2, sa i përket gjuetit të lira. Era 5 që gjuan. 7 pikë të ti, 5-3. Statistika e ti për gjuetjet nga ajo pozit. 60% i saktë. Koll, bukur, e liroj Rugovën, nuk ka realizim. Kërcim në mbrojtje i Kravish, kërcimi i ti i 7, për të cilëve 6 në mbrojtje. Sattler. Vërtet nuk ka shënuar as një pikë, por shikoni sa i lëvizshëm për Sattler. Kërkon atje shtatlartin Kravish, nuk ka realizim. Koll. Nuk e kishte parasysh, pavarësisht bërtitjeve të publikut, nuk e kishte parasysh kohën në semafor që ishte përfunduar. 10 minuta shprese për Sigal Prishtinën. Shini e do Azemin, kapitenin legendar të Sigal Prishtinës, i cili pavarësisht moshës 37 vjeçare, të shohim nëse do t'jepet hapësira për të luajtur sonte. Edo ka paralajmëruar edhe këtë sezon të Sigali, ndërsa te kontarja është pensionuar. 33-45. Gjallja e Dardan Berishës, do të ishte gjallja e Sigali Prishtinës. Ky lojtar i jashtëzakonshëm dhe kapitali që kemi me Dardanin. Do të jep të vetë besim rikthimi i tij. Ka ngecur Dardan Berisha në 7 pikë, as një pikë e tij në çrekun e dytë, as një në të tretin. 7 pikë të realizuara vetëm në çrekun e parë. Është markuar shumë mirë, shohim edhe treshën e gjyqtarëve që tham të tre vinë nga Greqia, Slovakia dhe nga Bosna. Adhuruesit e basketbollit, ata që janë të pranishëm në pallatin e rinisë dhe të sporteve në mes pjesëlojve, kanë patur rast të shohin edhe program artistik me motive folklorike, mundësi e mirë edhe për mysafirët. Po, më ndresa po hynim në sallë, kishte të interesuar mysafirët edhe nga Bullgaria, me targa bullgare që ishin të pranishëm në Prishtinë, që kanë ardhur për të parë këtë meqe. Ja, antarët, regjia jashtëzakonshme, edhe drejtuar nga Blerin Vitia dhe kompania. 10 sekonda për të ardhur të 10 minutë që i fundit. Të urojmë për një rikthim i duhet vërtet shumë Prishtinës për të treguar në mënyrë që të shënej fitoren e parë. Nëse mund ta quajmë historike, sepse me këtë fransë bukur si shpesh ne ka rënë të ballavaçohemi në vitet e fundit. Nga pranimet e federatave, nga medalja artë olimpike, nga prezantimet e para, nga humbjet e një pasnjëshme, por që për basketbollin të paktën në këtë aspekt kemi qenë më mirë. Pikët e para, Savash i realizon. 27-33, 14 pikë. 14 pikë, brapa vetëm Sigali. Si do të jetë pjesëmarrja në Ligën e Kampionëve është përvojë e re për të parë ballavaçimet në këtë nivel. Nëse Ligën Ballkanike, Sigali prej momentit kur u bë edhe kampion, u la përshtypja që është gara lehtë për të fituar atje, por tash për hapin e radhës. Kishte kaluar antari Smokit. Vjen Ancore. Shojmë për figura të ndryshme, mes tyre dhe avokati i njohur Arjanil Koci i pranishëm në atë pjesë të tribinave që e pamë dhe me jenët. Sporti që po i bashkon të gjithë. Dhe ambasadori më i mirë i vendit tonë, tash për tash. Berisha. Lawrence, prap lirohet Berisha, të shohim
realizon më në fund Dardan Berisha. 10 pikë të ti, pari nga Sigal Prishtina që realizon pikë të shifrore, 10 pikë të ti. Të shojmë atë tjetë momenti, thamë, kur ndezët Dardani, ndezët Kosova, ndezët Prishtina. Faul, a ishte Lorenz apo Rugova? Ishte Lorenz me gjithat, aje që shkakton këtë ndërhyrjet e pari ushme, faul i parë për Sigal Prishtinën. Kemi zëvendësim të mysafirët. Rikthehet në parket Aleksandr Kudracau. Arshia pse u largua më herët ishte me 3 faula ngarkesa ati. 3 faula i ka dhe Alban Veseli. Adamovic. Zgjatët kjo aksion. Nuk ka ndërhyrje të paliushme, duhet të jetë i vëmendshëm Alban Veseli aty. Kaloj koha, 24 sekonda që Belorusëve nuk u mjaftojnë për të shënuar nga kjo aksion. Edhe njerë momenti 3 pikëshit të Dardan Berishës. 10 pikë të ti si realizatori më i mirë të Sigal Prishtina. Dresa listën e realizatorëve prinë Semjanjuk i Belorusëve me 14 pikë. Veseli, edhe kjo me herët realizojnë atë qerek të parë fenomenal të Sigalit, 3 pikë. Jako është Veseli, blokohet nga Amerikani Kravish, i pa me menqëm Alban Veseli. Tre me 2 në favor të Sigal Prishtinës, qereku i 4. Me Dardan Berishën, 5 pikë të Dardanit, 5 pikë të Sigalit në këtë qerek. 38-27. Adamovic, Veseli, nuk ka realizim, nuk ka faul atje. 20 Prishtina, Lorenz, edhe më tej Britaniku. Veseli, Lorenz, ka mundësi për të shënuar. Kësa rrëdhe e traston në Harku. Nuk ka faul, rivenjansore. Momenti Sigalit. Momenti i Prishtinasve për të kthyer. Ndezet edhe publiku në Pallatin e Rinis. 3.000 spektator, por 3.000 spektator, aman. Ndryshe nga palestra në Minsk, që do tjetë me kapacitet prej 15.000 spektatorve. Alban Veseli Gjuan, bëhet pra pronar. Ja mundësia për Dardan Berishën e arruan atje, nuk ka realizim. Bëhet pronar në topit. Pas kësaj euforie të Prishtinasve, të urojmë që në këtë aksion të radhës nuk do të pësojnë pikë. Adamovic, përballë Lorenz, i vjen ndihma atje Adamovicit. Provon Boshnjaku, nuk ka realizim. Kërcim në mbrojtje i Veselit. Nis gjithçka i qetë Dardan Berisha. 3 minuta, fantastik. Të urojmë që do të vazhdohet kështu. 5-2 rezultati në favor të Sigal Prishtinës në qerekun e 4. Humbje topit. Humbje se koncentrimit në raste të lojtarët tani ndodh kjo dhe Dardan Berishës, kapiteni të kombëtarës së Kosovës, për të cilin do të ketë sfida në 23 nëntor. Të urojmë që në Prishtinë do ta shohim superfuqinë e basketbollit Lituanin, ish nën kampionin e Evropës. Edhe një statistikë e mire Alban Veselit në mbrojtje. Kërcimi 2 radhazi në mbrojtje i tij. Man. I vjen ndihma nga Rugova. Edhe me tej JJ Man. Lawrence. Pa pitërguar deri te Man, lëvizja bukur, pikëre. 7-2. 30, në fakt 20 dhe 27, afrohet në 7 pikë Sigal Prishtina. Kjo është arsye bukur e madhe për trajnerin mysafir që të reagoj me time out dhe e ka bërë këtë. Arsye për të ndezur tribunat, për të ndezur nisat cilët e patë dhe me ato panot që i batën në hapje të kësaj ndeshje. E filluan ndeshjen me festën e tyre dedikuar 30 vjetorit të themelimit të këtij grupi të tifozëve nga viti 87 tash në 2017. Arma kryesore e klubeve nga kryeqyteti. Edhe njerë 3 pikë që më hershëm i Dardan Berishës.
Pastaj ky shënimi Fisnik Rrugovës. Këto janë disa prej atyre 7 pikëve. Është koha që Sigal Prishtina të shpojë cilësinë e saj të vërtet për të harruar çerekun e dytë dhe të tretë. Për 20 minuta vetëm 10 pikë të Sigal Prishtinës, 3 në çerekun e dytë, 7 në të tretin. Në të tretin edhe Bellorusët nuk ishin më mirë. 9 pikë realizuan ata. Çfarë ndodhi me këtë skuadra pas figurueshme? Ky është basketbolli. Adamovic, përcjellur nga Lawrence. I vjen ndihma atje, të shohim cila do të jetë formula për të gjetur hapësirën nga Bellorusët. Me Çalakov. Nuk kako këllët. Edhe një aksion tjetër. Ja dhe kolegu Dërim Munishi, si kom se Adelina Qenaj, që janë atje për të shijuar. Vetë atmosferë. E ju që nuk jeni të pranishëm në radio televizionin e Kosovës në rrjetin satelitor dhe atë toksor tashmë me një tjetër ekskluzivitet nga basketbolli pas Eurobasketit. Edhe një blokad e Kravish, blokada ati e dytë. Për t'ja mohuar pikët e reja Fisnik Rrugovës. Rrugova me 8 pikë për momentin. Realizatori i dytë me i mirë të Kosovës është Fisnik Rrugova. Berisha. Edhe njerë Harku, rivënje fundore për Bellorusët. Topin që do të rivë Adamovic. Fundit ishte Fisi ai që preku topin. 5 minuta 29 sekonda. 7 pikë nget Sigal Prishtina. Adamovic i përcjellën nga Britaniku Lawrence. Qerapovic i markuar mjaft mirë. Kudracau. Nuk ka shënim edhe në këtë. Tash Fisnik Rrugova ngarkohet me personale para për Fisnikun e dyta për Sigal Prishtinën në këtë çerek. Kontriboi Fisnik Rrugova me 8 pikë i pati edhe 8 kërcime. Ja ku i kuadrohet amerikani Esho në vend të Fisnik Rrugovës. Edhe pse ka përshtypjen që Fisi ishte shumë më efikas se sa Esho. Në urojmë që kalkulimet e Kandemir të jenë më të mira. E Uq, quajtjen e parë Kravish. I ka 9 pikë, i ka 9 kërcime. Mundësia adaj të shtohet në listën e realizatorëve në mesin atyre që kanë pikë 2 cifrore dhe bën këtë. I tretit e Bellorusët që ka pikë 2 cifrore. Time-out i thirrur nga Kandemir. Ka reaguar 47 vjeçari Ahmet Kandemir. Të shohim çfarë do të sjellin këto 5 minuta 13 sekonda të mbetura nga ndeshja e parë të botimi i Sigal Prishtinës në Ligën e Kampionëve, një kompeticion që siç tham është i ri. Fituesi i kësaj gare i merr 1 milion euro. Finalisti i merr 300.000, vendi i tretë i merr 100.000. Nëse Sigali do të arritë të kalojë në rrethin e më të tjershëm, në raundin e 16 më të mirëve, do të shpërblehet me 20.000 euro, pastaj çerek finalistët shpërblen me 30.000 euro. Ky është fondi që është reduktuar nga FIBA megjithatë. Në edicionin e kaluar fondi total i shpërblimeve në këtë garë ishte 5.200.000, si vjet është 3.500.000. Mirë po është këfishuar kuota për fituesin nga 500.000 sa e kishte fituar vitin e kaluar skuadra Tenerifes që u bë kampione. Si vjet fituesi do të fitojë 1 milion. 56 ekipe marrin pjesë nga 32 shtete në Ligën e Kampionëve. Mes tyre edhe Kosova që prezantohet me Sigalin. Berisha, shëtitje e tij nën kosh. Lawrence. Hajde Lawrence, të paktën një pikë, 3 pikësh në këtë mbrëmje. 3 pikë të Lawrenceit. Më shumë ka shënuar nga quajtjet e lira. Kudracau.
I ka 0 pik. Betet me 0. Kudracao. Berisha. Autori 12 pikve. Veseli. Lëvizje e bukur e Veselit. Bukur drejt e Esho. Nuk arrita kontrolloj topin si duhet. Adamovic. Ka të brylje të paliushme ndaj nga Lorenz. Kudracao. Paulohet Adamovic. Përplasje numrit Tom 2 me numrin 3 të mysafirëve. Lorenz shkakton ndërhyrjen e 4 të paliushme. Dhe detyrohet të zëvendësohet. Më i ngarkuari me faulla është Lorenz. Adamovic. Shumë i lëvizshëm është Bosnjaku. Kudracao. 5 sekonda. Kërkon pikët e para. Kudracao, po ja don sonde. Esho faulohet. Faulohet atje nga Meshkarau. Shojmë edhe njerë këtë situatë. 20 minuta luajti Meshkarau, asë një pikë edhe e ti. Derisa të Sigal Prishtina për momentin nga ata që luajnë në pesën aktuale e që nuk kanë pikë është vetëm Johnson. Kthehet edhe Wicks të formacioni i mysafirëve. Shtat pikë i ka realizuar Wicks. Johnson akoma me 0 pikë. Një lojtar jo në nivelin e Sigalit. Edhe ashtu 170 cm i gjatë. Nga Berisha. Esho. Pranohet shënimi dhe faul ndaj Maxi Eshos. Shojmë edhe Florian Mirtarin. Esho në vjen quajtjeve të lira, mundësia për të quajnë në 23 pikë Sigalin. 5 pikë i ka në kontën e ti dhe 4 kërcime. 6 pikë të Eshos. Adamovic. 18 emër se 3 minuta. 190 sekonda saksisht deri në mbyllje. Në kësaj ndeshje, Wicks është i freskët, sa po hyri më herët. Adamovic e falë këtë autoritet që e Gjerman. Johnson. Johnson. Tre pikësh në anën tjetër. Kandemir duhet të reagoj. Ky Johnsoni shumë më mirë. Bank rezerv për duar tragedie. Edhe publiku kërkon që Johnsoni të dalë jashtë. Kishte si të ndodhë të ndryshe. 7 herë provoj 12 minuta luajti. 0 pikë të ti. Me statistikë në minus. Berisha. Realizatori më i mirë i Sigalit. Lorenz detyrohet tasha Ahmet Kandemir të luaj me Lorenzin që i ka me 4 faulla. Jo tash që Maxi Esho ka shkputje të mirë, vetëm e priste momentin. 25 dhe 51. A do tjetë kjo shumë plake e fort për mysafirët nga Bellorësia. Edhe një 2 golitje të këtila dhe Bellorusët dhe me flamur të bardhë. E tash kjo moment jo i dur. Shënimi pranohet 25-53. Kemi time-out. Time-out i thirrur nga Bellorusët kësaj radhe.
fakt është time-out i Sigal Prishtinës, me gjithat vije konfirmimi time-out i Sigal Prishtinës. Shirat e emri i 37 vjeçarit, legjendës së Sigalit, Edo Azemi. Shini edhe njerë, Maxi Esho, Amerikani që ja vlen të paguat për të. Kurse këtë Johnsonin me 21 vjetët e ti mirë kështë qenë të marrë pak përvoj në U21 e Prishtinës. Edhe njerë nga një perspektiv tjetër e Maxi Esho, kjo paraqitje fenomenale e ti, pavarësisht që Sigali është në disavantazh përballë një skuadre jashtëzakonisht të mirë, pjesëmarrëse në Euro Challenge, në FIBA Europe Cup, jetën e kaluar maksimumi që ka arritur në Euro Challenge ishte çertfinalja në vitin 2013. Veseli arrin të dalë nga jo situatë, drejtë JJ Man. Realizojnë në hapje të ndeshjes JJ Man në ato 3 pikësh dhe nuk e kemi parë goxha një kohë, Shënai mbetet me ato 3 pikë. Veseli heziton, Esho, do të jetë 5 sekonda të jenë. Lawrence 2 sekonda, Esho gjuan për 3 pikë. 3 pikë të Eshos. Tezet Maxi Esho 28 me 53. 1 minutë e 20 sekonda, momenti për të kryer Sigali. Wicks Qerepovic tash është ndalur snajperisti më i rrezikshëm i mysafirëve. Qerepovic tash është sako dhe mirë po markohet. Jako është pronari i topit. Qerepovic provon për 3 pikë. Nuk ka shënim. Në bet topi nga Lawrence. Niset Sigal Prishtina. 28-53. Bote ullet e pikve. Veseli nuk ka realizim për 3 pikë. Bie statistika prape Sigal Prishtinës. Sadler, 18% Sigal Prishtina sakt për 3 pikë, 32% janë të sakt mysafirët. Lawrence e mbyll ndeshin këtu. 1 minutë e 3 sekonda për mbylljes së takimit. 5 faullat të tij. S'kishte alternativa tjera për play atje. Ahmet Kandemir me Johnsonin më mirë të futën si play. Sigurisht është duke lutë referin apo me ne edhe pak. Për çka ka, me që i ka 5 faula, do ta mbyll ndeshin këtu. Lawrence në vend të tij do të inkuadrohet Patrick Cole. Britaniku Andrew Moren zëvendësohet tash nga amerikani Patrick Cole e vjen quajtjeve të lira. Devon Golden Sadler realizon quajtjen e parë për ta bërë më të vështirë tash procesin e ndjekjes së rezultatit nga Sigal Prishtina. Sido që tjetë, 15 pikë të Sigalit, 9 tash 10 të Smokit. Cole nuk ka asnjë pikë, nuk do të pranoheshin edhe pikët. Ka një kërcim. Ako shihet juristi njërë, që përmendëm edhe me herët. Berisha, drejt e Cole. Mundësia për të shënuar pikët e para. Të shojmë nëse do t'ja arri kësaj. Provon me një rolling, lëvizje mashtruese. Lirohet Veseli, provoj edhe me herët. Nuk ka realizim as kësaj radhe. Nuk ka realizim. Vështirë të thuhet se Sigali mund të pretendoj tash në fitore me 40 sekonda të mbetura, me kronometrin që po ecë kundër dëshirës sonë. Wings ka kohë me bua dhe stile atje. Poja të rën njerë Veseli, s'ka kohë më. 21 sekonda gjysëm të mbetura. Me këtë do të luaj. Prape këthe në loj Johnsonin. Pra vërshëllima për Johnsonin. Ahmet Kandemir me gjithat 27 vjeçari i beson Johnsonin që në këtë ndeshje do t'i shënojt pak të 2 pikë. Sa për statistikë personale.
Berisha, Dardan Berisha. Topi plasuar, metet realizatori më i mirë i Sigalit, Dardan Berisha. 50 me 55. Johnson shkakton ndërhyrje të paligjshme. Faulli i tretë për të. Tashmë Sigal Prishtina që ka dalë nga bonusi. 14 pikë të Dardan Berishës, 7 asistime të tij. Wicks në kërkim të pikëve të reja për 18 minuta, 52 sekonda sa luajti. 7 pikë të tij, 2 kërcime. 8 pikë tash të Wicks. Një prej atyre që më së shumti kanë kontribuar të radhët e skuadrës Smoky. E tëra çfarë duhet të bëjë Sigal Prishtina është ta harroj këtë ndeshje. Të kthehet edhe më fort në takimin e kthimit pas 2 ditësh në Minsk. Berisha, lëvizje e bukur e tij, Berisha provon përmes tabelës. S'ka më kohë. Mbyllet me humbje debutimi i Sigal Prishtinës në Ligën e Kampionëve, FIBA Ligën e Kampionëve, 50 me 57 me një paraqitje të mirë të Dardan Berishës që u kujdes me 14 pikët e tij, por të pamjaftueshme për ta drejtuar Sigalin drejt fitores së parë. Të mysafirët Qerapovic u veçua me 18 pikë, ndërsa Dardan Berisha me 14 pikë të vendasit dhe 7 kërcime. Shikues të nderuar, faleminderit për vëmendjen tuaj. Shihemi në transmetimet e radhës të siguruara nga Radio Televizioni i Kosovës. Në vazhdim ju lëm me lajmet qendrore të RTK1.